Mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Shqip është i gjithë shqiptarëve kudo ata janë dhe kanë një ngjarje, kanë një emocion, kanë një ndjesi, kanë një pakënaqësi për të ndarë. Një zotëri i nderuar në Kosovë, i cili quhet Bedri Statovci, është ish mësimdhënës i Politeknikut në Kosovë, në Prishtinë, tashmë pensionist, është bletëritës nga viti 2000, është bletëritës në 5 dekada dhe tashmë është dhe apiterapeut i certifikuar në Beograd. Ka klinikën e bletës në fshatin Batllav në Podujev, Kosovë. S'po i lexoj unë kështu se s'më pëlqen, është më mirë kur i dëgjoj prej tij. Në fakt unë nuk e njoh zotin Statovci, ai shkroi dhe tha: "Kemi një ngjarje në bletëritësit e Kosovës, duam ta ndajmë në Shqip." I mirëseardhur. Faleminderit. Shumë kënaqësi. Kam derin të jemi mysafir të këtij programi, që të mos ju Rudina, ju njejnë krejt opinioni publik, sidomos gjithë trojtë shqiptare. Jeni një çdo i fuqishëm, një gazetarisht, jeni moderatore, jeni shkrimtare. Një farforme ne ju njohëm si gazetare ndërfjellët profesionale shqiptare. Faleminderit për thjeshtën. Kënaqësi. Shqip është zëri të gjithë shqiptarëve që kanë për të ndarë. Në këtë rast ju do më ndarit një ngjarje të bukur që ka ndodhur në Danimark, po si fillim unë dua të kuptoj diçka më shumë. Ju jeni në Prishtinë apo jeni në Podujev, ku jetoni? Ne jetojmë në fshat, në komuna e Podujevës. Llapi. Në Llap. Në Llap. Sa larg Prishtinës është Llapi? Është 30 kilometra. Afër fare, lagje Prishtinë. Deri të Prishtinës. Po. Dhe ju jeni, ku keni dhënë mësim? Dikur në Po, fillimisht kem punuar në gjimnazin Sami Frashteri në Prishtinë. Pastaj ai gjimnaz ka qenë, po më ka pas paralele të ndara edhe në Fushë Kosovë. Kështu që më vonë edhe në Fushë Kosovë. Edhe ja 7 vjet kam punuar para pensionit për shkak të reformave të arsimit, vetëm pa normë në Film City, në Kfar, në Prishtinë. Tani jemi në pension. Tani që jeni në pension, ju nuk jeni në pension, sepse punoni, tani punoni për vete, dhe punoni me bletët. Cila është marrëdhënia juaj me bletët? 50 vjeçare, lexoj? Po, është vërtet se kam një minus, dhe nuk më ndel dica tash. I raportet që përket me bletën jemi do të thosha të mishruar. Veç 5 dekada, 55 vjetë mirës me bletën, s'm ka me tjetër veç mirë të them jalon porosinë se shkojmë për kësaj bote ma heret nguri me ma gravu bletën, nguri të borit. Ashtu jam mishru. Kështu që nuk di. Kur e njini bletën kaq shumë, çfarë mund të më thoni? Jo, ndjes, kur e njini bletën kaq shumë, çfarë mund të më thoni sot për të? Çfarë është bleta? Se ne kur themi bleta, ne në fakt mendojmë mjalti, po unë dua të di për bletën, ç'është ajo? Për ne, për njerëzit. Po të vërtet që njerëzia që s'kan të bojnë nuk miren në atë punë, nuk e njohin në veprimtari, momenti kur përmendet bleta, më njëherë aludon tek tumbi i bletës, po fillimisht njerë mendojnë diçka që është e ëmbël, të mjalta. Mirë po, bleta i ka edhe disa të mira të veta, ka disa produkte do të thashë. Fillimisht, bleta është e mishrume, e familiarizume bashkë me njeriun, me ekzistencën e njeriut. Prej që ekziston njerëzimi është edhe bleta. Ata edhe janë shoqëru me kohë, por me kalimin e kohës, bletën e shodhen nga pylli, nga trungu, e futën në për shtëpia. Natyrisht jo në për shtëpia, po tash edhe në për shtëpia, po i punun standardet, bon standardizimin e foleve tyne, koshkereve tyne. Kështu që në botë sot ekziston një bletari do thoshta e standardizume, e avansume, si me teknologji, një ashtu edhe me folen që ka me
pastaj është janë marrë shkenca, apikultura, është shkenca bletarisht, është një degje e bujqësisë, e cila është e avancuar, ka ishë në trendin. Mirë po nuk do të thotë ne që bletën e njohëm. Bleta është përplot sekrete, misterje, që do të thosha vetëm 1% e vogël që bota njeh për bletën. Po, ju çfarë dini më shumë për bletën, që mund t'i ndani, mund t'i tregoni, apo janë ato sekretet, mos t'i tregojmë, të mos e prekim bletën, ta lëmë atje ku është. Po, realisht me thonë prej që mirëm me apiterapi, jam përndryshe apiterapeut të certifikuar. Ju jeni apiterapeut. Më falë, çfarë është apiterapeutia? Jo, më falë, se po merret goja. Apiterapia. Po. Apisht të thot bleta. Terapi, trajtim. Trajtimi, apiterapia ndryshe në Shqip kish me tingluar trajtimi i problemeve më të ndryshme shëndetësore me produktet e bletës. Po. Duhet jesh mjek që të jesh i fokusuar te apiterapia, apo duhet jesh bletaritës? Më thënë, çfarë duhet? E keni shtruar një pyetje shumë profesionale. Ky është një krim i mjekësisë konvencionale me atë popullore, do të thosha, ose alternative. Edhe kjo, po nuk involvove mjekësinë konvencionale, nuk funksionon siç duhet. Përndryshe, të mirësh me apiterapi ka dhe rreziqet e veta. Kështu që dashte apo s'dashte do të kesh kontakte me mjekët konvencional. Kjo nuk funksionon formën profesionale, po nuk e kem brenda në atë shtëpizin ku janë bletët edhe antishok terapi, sepse është vendi ku provokohen alergjit më të ndryshme. Sot njeriu nuk e ka atë imunitetin e mëparshëm, edhe është i sulmuar gjithandej nga lloj-lloj alergjish. Në një tarë të afër, preske edhe vetë alergologët kërkojnë ndihmë nga ne apiterapeutët. Sepse apiterapia është një farmaci e natyrës, farmaci e bletës, pak e hulumtume, ma shumë e pa hulumtume. Në është për plot sekret. Ndalojmë pak tek Apimondja 2025, eventi ku ju ishit dhe për cilin doni të tregoni. Çfarë ndodhi në këtë takim? Që ju them, momentin kur e kam hap klinikën e bletës në fshat në Batllë, i mundu t'i përmbahëm standardeve më të larta, i kam hyrë edhe një hulumtimi, sepse apiterapia në klinikën tonë Batllë ka mundësi të ofroj pacientëve 5 trajtimesh. Trajtimi me ajrin e bletës, është i pasur me vajra esenciale flavonoide, me nektarin e luleve, që i jepet me teknologjinë bashkëpunëtore. Më falë, të lutem regjia, më ndalo te kosheret. Jemi te kosheret, do po flasim për bletët e shtëpisë në fillim. Po. 50 trajtime, thoni ju. 5 lloje trajtimesh. 5 lloje trajtimesh, kurse në Rusi, për shembull, apiterapia ka mundësi pacientëve mi ofruar 7 lloje trajtimesh. Po. Përse? Për çfarë? Po ç'tash po ju them. Nuk kemi këtu financiarisht edhe në formën institucionale nuk kemi mbështetje për me realizuar gjitha... Jo, rim të ato që bëjmë. Më falë, zoti Catovsi, rim të ato që bëjmë, pastaj ato që s'bëjmë dot. Do të thënë, çfarë bëni ju me bletët, që ta kuptoj? Më thënë, çfarë lloj terapish, për cilën lloj sëmundje dhe me çfarë? Me mjaltin, me... Po. Por flasim me produktet e bletës, trajtimi i problemeve ndryshme shëndetësore me produktet e bletës, ne kemi futur në trajtim pacientëve se produkt është edhe sjellja e nektarit prej natyre.
një prej trajtimeve është me aeroterapia. Trajtimi i dytë është trajtimi me avullin e propolisit. Propolisi është një antibiotik natyral i kur me rreth 285 elemente përbërëse, është fort, ka efektet, sidomos në dhe alergjisht, po edhe në antimikotik, antibakterial, antivirusal. Një fjallë, është një farmaci ende pa hulumtume. Vetëm 50 elemente propolisit sot dihen çka janë. Që trajtimi i tretë është trajtimi i kolonës vertebrare, tunazhave të kurrizit, por jo me operacion, por pacientat që kanë ankesa për më të lehta jo të operacionit, me anë të mjaltës freskët dhe me masazh. Masazh me mjalt? Po. Trajtimi i katërt, që një kënë thonë është trati i biorezonimit. Kur frekuencat gjithata individ bletër, rreth 300.000 individ bletër në shtratin e biorezonimit, krijojnë një fushë biomagnetike që arrin me bo shkarkimin e fushës magnetike të njeriut. Një farë forme me bo një relax, një farë lloj resetimi tek njeriu. Trajtimi i katërt është trajtimi me apitoksin. Apitoksin. Ndryshe popullore trajtimi me helmin e bletës. Me helmin? Sot ekzistojnë rreth 136 probleme reumatizmale tek njeriu. Edhe shumë prej tyne i lehtëson trajtimi me anën e apitoksinës, me helmin e bletës. Disa dhe i shëran. Baba i kësaj lamije, do të thësha, është Terç, një austriak, i cili për herë të parë e ka vënë veprim këtë mjekësinë moderne edhe apitoksinë. Nëse themi pse në Kosovë ose në trojet shqiptare nuk ekziston mundësia që të bëhet formën profesionale ky trajtim, nuk bëhet sepse Ministria e Shëndetësisë produktet e bletës duhet me i fut në listën për trajtimin e pacientëve. Kjo ka të bëjë me ministrinë. Në formën institucionale, i vetmi vend në botë që e shfryzon, e zbaton këtë veprimtari, është Rusia. Vitin e kaluar në Dortmund, në një panajër në Gjermani, me Gjerman po bisedojmë ata, po i thonë pyetja parë ishte në kontakt me ta, a keni licencë pune? Ata po thojnë jo. Domthonjë se askund në botë një farë forme, kjo veprimtaria jona që ne punojmë në krejt Evropën bëhet në formë jo institucionale, por me rreziqe, me një kujdes të veçantë. Kongresi i apiterapisë, çfarë ju tregoi juve? Ju jeni pjesëmarrës atje, domethënë ishit vëzhgues, në çfarë funksioni shkoni ju nga Kosova? Ju njohin për këtë që bëni pra? Në klinikën tonë këtu në Basov, unë i kumbo rreth 1000 matje për paraqit një hulumtim shkencor rreth 2 vjet në Kongresin e 49 botëror bletarisht që u mbajt si vjet në Kopenhag, nga 23 dhe 27 shtator. Ishte një përvojë jashtëzakonshme, sepse për herë të parë morëm pjesë në një eveniment të tillë botëror. Ata, Komiteti Shkencor i Kongresit, me kohë na kanë njoftuar se ju jeni punimi juaj, hulumtimi juaj është i pranuar për prezantim formë posteri. Na i kanë qenë standardet e kemi punuar. Kriteret, gjitha ato që ato, edhe punimi im në Kopenhag, në holin e posterve, ka qenë 332 numri. Aty kem pas rast të bëjmë përvoja edhe të shohim aktivitetet edhe hulumtimet edhe punimet e krejt botës aty. Zakonisht në kongreset të tilla botërore detarisht ekzistojnë 7 module hulumtimeve shkencore të bletës. Për shembull, biologjia e bletës,
shëndeti i bletës, apiterapia, teknologjia, ekonomia, produktet e bletës, ulëmtimi rreth kualitetit mjaltit. Edhe i këtuin 7 modulet të ulëmtimeve. Ne në këtë kongres ishim pjesëmarrës në lamin e apiterapisë. Po, mund të flasim pak më shumë për studimin tuaj, dhe më thënë, çfarë ofruat ju diçka në këtë kongres? Çfarë kishit në... Kriteret e posterit kanë qenë që teksti të jetë sa më i pakët, për të klasin diagramet, skicat, fotot. Kështu që i kemi përmbajtur në formë më strikte, që me arrit një farforme do të thësha ta konsumojnë gjitha ato kategoritë apo vizitorët, cilët edhe nuk mirën me shkencën, por janë bletëritës dhe dojnë me kuptu. Dëmanë posteri do t'jetë sa më i qartë, por edhe më i thjeshtë. Në posterin tim është përfshi kartela një pacienti klinik i cili është trajtu me ajrin e bletës, po për shkak trishës që ka pru prej analizave laboratorike, është vërejtë se pacienti ka edhe mykun në laringun edhe në sinos. Kështu që ne kemi bërë një trajtim të kombinuar me vajra esenciale, me ajrin e bletës edhe me propolis. Edhe rezultatet kanë qenë evidente. Parametrat e përmirësimit të pacientit janë paraqitur në diagram. Ne nuk kemi rast të me pa formën diagramit se si është paraqit, por me kalimin e kohës pacienti ka qenë në 3 ditët e para ka dhe kretë fare e ka gjujt atë masë në ndimse që e ka bajt me veti. Dhe më thonë se trajtimi me ajrin e bletës është plot për plot shtetësi, është një farmaci në veti. Trajtimi me ajrin e bletës bëhet aty, bëhet në vend, nuk mund ta bësh në shtëpi, si më thon, duhet të jesh aty për të bërë trajtimin. Ne kemi inhalatorin ma modern, ma i perfekcionu, sepse në këtë lami, se për këtë trajtimi me ajrin e bletës, pak në botë janë Gjerman me inhalatorin të ndikura sistem. A inhalator është mas i perfekcionu, edhe inxinierët Gjermanë dhe bletëritës profesionale marë 5 vjetë për lëmtin në institutin Max Planck në Menhenit për me bëha më të mirën të mundshme rreth trajtimit. Edhe ne këtij hulumtimi i kemi hyrë, sepse çdo herë kam qenë kurreshtar, çka po ndodh me pacientin që merr ajrin e bletës. Detyrimisht jemi involvuar në mjekësinë konvencionale për me hyrë atë mjekësinë alternative. Tash kemi informacione edhe gjitha ato se çka ndodh me ajrin e bletës kur e fut në diafragmë, si përzihet, si kalon deri në gjak. Molekulat e nektarit, për postë të pilgjenit që i pranojnë alveolat. Unë kam dëgjuar për trajtimin me ajër, madje më duket se në farmaco të tjera në Ersek folën për këtë gjë, e kishin futur si trajtim, domethënë ma ka vrarë veshin, por ka menduar se është diçka që ti e bën për qef, e provon. Në fakt ju mendoni që ajo është, në qoftë se nuk e bën një herë, po në vazhdim ajo është shëruse, ka veti shëruse, pra, po propozoni ju, po bëni ju. Krejtë e mira e kësaj është që trajtimi me ajrin e bletës është për të përmirësuar parametrat të shëndetit. Parametrat e kujt? Të shëndetit. Të shëndetit. Domethënë bëhet në përgjithësi për shëndetjen e përgjithshëm të trupit apo? Shëndetin e përgjithshëm për imunitetin. Për imunitetin. E mirës në kështu klinikash apo në apiterapi apo çfarë trajtimi me këto produkte të bletës është mirë jenë kryesisht pacient jo pe klinike, është e vështirë sepse çdo trajtim me produkte të bletës llogaritet si më i butë natyrisht pa efekte anësore, është mishnosh. Janë të disa kritere. Nuk është mirë me funksionu kjo afër qyteteve. Është mirë spaku 5-6 kilometra larg qytetit, larg tregut, larg kontejnereve.
sepse bleta ku të gjena mënësira I kullot. Pacienti ka nevojë për nektarin e lulës, jo për livoreve të bastonit e kupodionit, avanozave thyme. Unë jenë do kritera aty. Që tjetë sa ma efekt shumë të këtë. Çfarë bënin tjetër njerëz të cilët ju takuat atje përveç asaj që ju bëni? Çfarë pat që bënin ata? Kjo ishtë një segment, kjo që po fletni jo, një pyetje që ma bot profesionale, sepse me të vërtet nuk është interesant si veç më shku me hulumtimin të shkencore dhe më lidhë veç për atë hulumtim. Një pas në rastin të këndejnë përvojat me bletritës të botës, shokim teknologjit e fundit, por e mira së mirë s'ka qenë që me mira mundshme ka qenë kontakti me bletritës sloven. Slovenët kanë një kulturë në qanë, ata që përket bletës, ata në shumë të avansum. Pile, halë, po iniciative të slovenëve është që të kanë marë si kanë tentu të parasit në kombët e vakuara, kanë përkuti të formohet të jetë një ditë botërore e bletës. Ta është iniciativa 20 maj, dita botërore e bletës. Kjo është ditëlindja e Slovenit. Ata kemë gjithë përkraje shtetje rreth këndimit të përvojave dhe të organizimit të kurseve ndryshme të kësaj lamie, nëse ne jemi të gatshëm të hesim të punë. Nëse ata ishin shumë të interesuar në një formë më profesionale. Pastaj aty kontaktum me I përfaqësues I cili nuk më këto themi ti, po në vitin 2027 do të organizohet konferenca 5 botërore në një qytet anglisht, ku aty ekspozohen hulumtimet shkencore rreth propolisit. Propolisi është një botë, një farmasi e pahulumtuar. E pahulumtuar? E pahulumtuar. Ka tregova më herë, I ka rreth 235 elemente përmbysese, po është në puja propolisit me marrë me këshirë ka do të thotë. Më falë, t'ju pyes për diçka, se ju flisni për propolisin dhe thoni që pa hulumtuar. Ky që blejmë ne në për këto dyqanet që na thonë bli propolis dhe të bën mirë për grykën, çfarë shesin? Ç'a blejmë ne? Ky është I tretur 20%. Ky është që po shihni është 30%. Do të jetë edhe këtu ka kritere për propolisin. Ky është propolisi I tretë në cili preferohen forma ndryshme, domthonë ekzistojnë shumë receta të produkteve të bletës, po propolisi është shumë I mirë për fytyn, edhe për organizëm brenda, për kupodione. Ky është për kollën e fytit, është fort I mirë, fund spray. Për kollën e fytit, po qumshti I bletës, përse është I mirë? Qumshti I bletës është një temë vetë I cili ndoshta do të më fol një orë për ta. Ne jam I sigurt që ne nuk kemi kohë të flasim për qumshtin, po edhe aty ka disa kritere. Qumshti I bletës është matrapat, lloj falsifikimesh bën, edhe nëse hasim tek qumshti natyral I bletës, pa efektet jashtëzakonshme diçka. Qumshti I bletës nuk ka afat shumë qëndrimi, më shumë të oruajmë frigorifer një vjet. Kushte specifike domthonë, temperatura është shumë e nevojshme, adekuate për qumshtin e bletës. Natyrisht ka shumë probleme sot mjekësia nuk arrin të tru ekuilibrin e njeriut me intervenu me skalpel, po provan si alternativ diçka me qumshtin e bletëreshës me zbatu tek pacientat. Po për çfarë? Për çfarë? Më thënë, unë për shembull kam përdorur qumësh blete për imunitet. Për çfarë tjetër përdore? Bletës ka një spektër gjanë veprimi që me I nuk I nxjerr lista. On për gjitha. Për imunitet, është stimulant I trunit, për rigenerimin e qelizave, është dhe kundër plakjes. Ka
Ti mundesh me marrë një shembull çfarë mrekullie është qumshti i bletët. Vesh tani mbretëreshe që ushqehet me qumshtin e bletës jeton 6 vjet. E njëjta vesh nëse ushqehet me ushqim larva, ajo larvë nëse ushqehet me ushqim bletës punëtore jeton 30-35 vjet. Që çfarë diferencë ka bo ushqimi në qumshtin mbretëreshës te e njëjta larvë. Po si ta di unë që është po blejesh qumshin mbretëreshës dhe jo qumshin i bletët zakonshme? Na vjen keq, nuk do të keni shans me ditë ku. Ma shumë shkon në formë besimi, edhe ka njerëz që në Shqipëri prodhues qumshin mbretëreshës shumë serios ka. Po. Unë i një plot. Janë Gjirokastër, një atje në Apollonite, Dhërmi, një edhe ofër në periferi Tiranës, tash emrat në ndilës, kondojnë për mu. Njemi njerëz serios, të cilët prodhojnë dhe shesin në mënyrë serioze. Po. Ata Luan Merdani, për shembull, i Gjirokastës është një mbledhës shumë profesional. Ai edhe mbledh qumshin mbretëreshës, po dhe i prodhon mbretëresha. Ata mbledhës shumë profesional. Sepse e keqja është që e gjitha është në formë besimi, nuk është asgjë institucionalizuar. Po, ashtu, Ferdinand Mushkaj, gafieri, është një mbledhës shumë profesional. Edhe mirë. Ju punoni me ta, bashkëpunoni, komunikoni, si funksionon? Unë mendoj që vetëm mbledhëritësit janë unik krejt rrojës shqiptare. As një lami shqiptarët nuk mund i bojnë bashkë. Po mbledhëritësit i kanë thytë gjitha barierat. Ne jem shembulli më i mirë i bashkimit trojëve shqiptare. Vitin e kaluar, ne kemi pas një takim në Prizren, mbledhëritësit të gjitha trojëve shqiptare. Këtu i falenderoj një ekipit mbledhëritësh, Naim Ibrahimi Pjolqini. Këta janë koordinator ti të bimi, Luan Pytyqi, pastaj Nusmi Ramadani të Tovës, Luan Pytyqi në Prishtinë. Dhe u takua të gjithë bashkë dhe ndatë. Këta kanë qenë koordinator që i kanë mrit me i bu bashkë gjitha trojës shqiptare. Më tregoni pak çfarë bët në atë takim? Ndatë prodhimet e bletëve këteja ndej kufirit, çfarë bët ju aty? Aja ka qenë një ditë e parushme, ka qenë mësfare, shkurt ka qenë një këmbim përvojash e takim njohjen me zvedi, ka qenë një ditë që së harrot. Unë do të thësha një farforme, a i ka qenë kongresi i parë i mbledhërisë shqiptare. Nuk ka qenë atë formën, që thësh, ku po dhiju në banë, hullumtime aty, po ka qenë një fort bukur ka qenë. E kemi kalu një ditë që zëtharojnë kur blethat. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Mund të keni rënë ju në një mendje ku bëhet mjalti më i mirë në cilën tokë shqiptare, në cilën prej vendeve tona? Po du me lidh me Kongresin Botëror Bletës. Dita e fundit ishte Global Honey Bar. Dita mjaltat e bari mjaltrave botërore, e të botës. Aty ekspozun rreth 300 mjalta, 300 lloje mjaltash. Dikun morën pjesë, nëse se ja bëj, kanë qenë rreth 45 shtete me kualitetet e veta. Edhe kishin rast vizitorët me një shkopi druni me shijue atë gjitha të mjaltat. Aty ishte edhe manuka e gjitha mjaltat që i ka dalë zonin asaj, po asë një kualitet në botë nuk është i njëjtë i mjaltave. Asë kush nuk ka drejt me thonë mjalta e më është në mira e nuk vjetë, nëse kejtë në varet prej specifikave të renit kullosës. Asë qinët me zvedi që janë afer, nuk e kanë kualitetin e njëjtë. Mjalta me mirë, për shëndetin njeriut, është mjalta e poliflorës, ku përbërës janë shumë lloj-llojshmëria e luleve. Më falë, atëre mjalti si quhet ky lloj mjalt? Mjalti poliflorës? Poliflorës, do në mjalti shumë lulesh. I shumë luleve, po. Po. Se, për shembull,
Kjo mjaltë që po shihni ju, është e këtë mrapa është bjen poshtë, që vjetë është kjo mjaltë e malit, është e një cilësi e tull, nuk është e kualitetit lartë, sepse bazë e ka mjaltin që i ka mbledh bleta pe i gjetheve, starit e bungët edhe lajthisë ku pëdimne. Cili është mjalti i kualitetit të lartë? Mjalti i kualitetit është mjalti i shumë vlefshmërisë të luleve. Më falë, t'ju bëj një pyetje, unë e kam kaluar këtë fazën, po shikoj që të tjerë jo. Befas në Shqipëri u çmendën për mjaltin e manukës, edhe ai shitej me çmime siç është shtrenjtë, edhe unë kam pas blerë dikur në Londër, pastaj hoqa dorë se thash më mirë të rritë mjalti i vendit tim, se mendoj që ai më bën mirë. Nuk e di. Por një logjik e kapshme. Fort një qëndrim korrekt i juaj, nëse përket kësaj, të provojmë mjaltrat tona, është e vërtetë. Mjaltën manuka, bauk e kanë bërë punën e mjaltës manuka, e kanë ngrit në qiell analfabetët. Njerëz me probleme shëndetësore, edhe shkencërisht ajo nuk qëndron. Mjalta manuka dominon me një element që quhet antibiotik, për shkak të nektarit të lules manuka, mirë po ku po mbeshin elemente tjera. Nuk është esenciale gjithmonë, nuk o themra kini cik mjalta vetëm antibiotik. Aja du të ketë edhe shumë elemente tjera për bërshë. Vetëm mjalta është një ushqim i cili nuk i kalon afatit, nuk primbet. Nuk prishet? Edhe nuk prishet, me mija vjetë natyrisht largë tritës. Ja, një moment, më falë, për shembull, tani unë pëlqej të kuptoj llojet e ndryshme të mjaltit, për shembull, mjalti marea ose mjaltrat e idhur, më duken mjaltra interesant. Mund të kuptoj diçka më shumë për këtë? Si vjetë ishëm tek mishtë në Shqipëri, vizitunë, para në 2 javë vite, nuk i ka për largë, pasëm rast të shofim edhe këllosën mare. Unë nuk kam drejt me folë në drejtësim se nuk e di, nuk e bo analizat cila është me e mira. Në folë laboratorike. Mirë po, unë e po them, nuk ka drejt kërkush me unë mjallëta kjo është me e mira dhe kjo nuk ka, asë një kualitet i njëjtë në botë nuk është. Atere, nuk e bëjmë kështu pyetjen. Rrim të mjaltrat e trojeve shqiptare. Cilat janë mjaltrat e mira, pa bërë krahasime kush çfarë? Cilat janë llojet e mira të mjaltit në shqiptari? Mjaltat mira janë të gjitha, por nëse flasim për mjaltën organik, ato janë do kritere tjera. Për shembull, kështu është një bletërit që prodhon mjalt, bletet, ka kriteret, ka kriju kritere, standardin që arrin me mbledh mjalt organik. Jashtë vendbanimeve, zikun 6 kilometra orë. Me të gjikoka i Peldeshani. Aji e ka monitorohet për Zvicranve, i cili ka arrit edhe sot, është gjeni me shlitë dhe një farpor me është i garantu si mjaltës. Të në pyjtje të tek pastërtia e mjaltës, i kom pyjtje dhe vesh kualiteti. Mjalta organike në Shqipëri nuk di kusht është i certifikun për mjaltën organike, po është e vërtet që përgjithësi bletëritës janë në venet rurale, ka shtëpia, banime e tjera donë. Rreth mjaltës me mira, unë kësha unë është mirë me liru të unë se gjitha mjaltat janë të mira. Gjitha të kanë efektin. Ajo për 7 minuta përzihet me gjakun kur të kalon gjoks njeriut. Kjo është. E keqja me madhe tek mjaltrat, që të jetë edhe rrezikshme për njeriu, është kur bëhet trajtimi i problemeve shëndetësore të bletës me disa produkte që në standardet evropiane janë të ndaluara të përdoren. Për shembull amitrazha. Edhe ata i përdorin ato, e hanë edhe vetë, ja fëmijët vetë, si me vedije, pa vedije, në gjëna zonat, mirë po sasia helmit mbetet aty në mjaltë. Edhe këto është e keqja me madhe.
Atëre, më fal, ndjes, se unë ju thatë të gjitha mjaltrat janë të mira, pra nuk qekshin të gjitha të mira. Disa kanë helmin brenda që e bëjnë pave dije njerëz, ose edhe me vetë dije njerëz së cilët duhen të largohen nga kjo industri. Mjalta si mjalta është e mirë, po që është e rrezikshme. Pe mos kujdesit bletërisit, aty është ajo brengosëse. Fakt është ku ta dini ju edhe ne. Unë nuk jam gjeni me kërku mjalta skujt, sepse kam informacione, tash edhe fillon njëri me dyshu. Kështu që është mirë, kur tenton njëri me ble mjaltë një bletërisit profesionist që lexon ka informacione, është parimor, edhe shkurt trajtimin e bledhe nuk e bën me preparate ndalume. Aty është e keqja me. Përbes, unë këto shpesh morin vinë njerëzia, kërkojnë, thënë, më trego çfarë mjalti është kvalitet. Ja belat dhe me nxirr me njerëz. Me anë të refraktometrit, është një aparat që tregon lagështinë dhe sheqerin tek mjalta, pak mund kupton se është mjaltë natyrale apo çka është. Për mjaltën e shnosh edhe të mirë, verdiktin hapin vetëm analizat laboratorike, edhe as për tjetër. Analiza? Çfarë analize bëhet? Si mund ta bësh vetë për shembull? Merr një mjaltë dhe shkoni bën analizën përpara se ta fusësh në shtëpi. Ku bëhet kjo analizë? Nuk unë për veti mas 55 vjetë që mirën me blet edhe sot as e ditë mashtro. Nuk ka analizë. Analiza në Instituti i Veterinës ka diçka mundësi me nxjerr, por në detaje është vetëm Instituti i Bletarisë. Instituti i Bletarie këtu nuk ka. Ka në Sloven të Legan. Kështu që... Po se tani e s'dim çfarë bëjmë? Mjalta do të blehet më shumë me besim tek njerëzit që i beson edhe i shpeh, tek ndoj mik. Përndryshe, mjalta tregut do të jetë shumë e rrezikshme. Po, më falni, se ka një problem, e rrezikshme, thoni ju, e rrezikshme, se deri tani njerëzit mendojnë që dhe pyesin, si është dallohet mjalti mirë nga mjalti keq, dhe rrezik quajnë që i hedh sheqer. Më thënë e bën këtë ka quajtur rrezik. Në fakt rreziku cili është për mjaltin? Shumë pak është rrezik me sheqer, që është rrezik me ato substancat kamitrazhe mjalt. Ajo vret njëri sepse ajo ka lënë gjak mal. Është shumë problem. Po pse ja hedhin ato substanca? Përse? Nuk ja hedhin, por trajtimi i bletës kundër smundjeve për mja vra parazitin, disa përmija mikroskopike mbeten mjalt ato, është filtrisinal. Atëherë si e bëjnë profesionistët? Nuk e përdorin këtë për të vrarë parazitin? Po, profesionistët nuk e përdorin këtë trajtim, kanë probleme me qitë mbletën pranë verë, natyrisht. Por i kanë... Janë edhe disa regula që amitrozha mund përdoret, por me kur që kornizat e mjaltës që në fole mas me përdorë. Edhe gjatë kullosës, ajo nuk u zëmu trajtu. Po nuk i përmbahen aty në regullave. Aty është pojnta. Edhe unë e kuptoj mirë sikletin e blerësve, që ata bin dilem, a me ble, a mos me ble. Ju lutem, ju më treguat një mjalte, hapni dot kapakun, flasim pak për atë gjën brenda, për atë aren brenda, që unë të kuptoj. Mirë me besim, po si ta kuptoj? Po, e hapim dot kapakun? Për të parë? Që është me blon. Se në fakt që këtu duket që ti duhet ta kesh të mbyllur, ta kesh me etiket, ndërsa në Shqipëri vazhdojnë të bëjnë dhurata kështu bidona, dhe unë them... Që mjalta me apshe, që që e këtheva... Nuk e shikoj, këtheja? Si, ti e këthen dhe ajo është... Si zamk. Koeficient, si vjetë kjo mjalt është me koeficientin më të ulët lagështisë. Këto ka imponue kushtet klimatike edhe natyrisht vetë mjalta e malit. Kjo si vetë me refraktometër më ka qitë, vlerat i ka qitë si 14.3% lagështi. Mjalta që nuk tharbet edhe që ka afat përdorimin, do të jetë spaku 18%
lagështi. 20 mundet më farë në. Qëta është kjo? Mjalta e pa vullosne, e pa pjekne, din më tharë, din më fermentu edhe prishet. Mjalta që e ka koeficientin të ullët lagështisht, ajo nuk tharbet edhe me mija vjetë qëndronë. Tani më falni, unë në qoftë se marrë mjaltë e njëri që e besoj, çfarë pyetje i bëj ati? Më falni? Në qoftë se unë do marrë mjaltë e kjo, dhe për të ditur që po marrë mjaltin e dur, çfarë pyetje duhet të bëj? Çfarë duhet të di unë? Si ta pyes, që ai të... Okej, ai masës ma thot vërtetën, po të paktën si të më mësoni të pyes për mjaltin e mirë. Ashtë një bletar nuk thot që mjaltë e në mos të bëj. Jo, e kuptoj po. Pyetje gato. Ai ka me thonë fjallët më të mira, bile ashtë mira ka me thonë fjallët për mjaltën e vetë, sa që dikur këthejet se të po të përshesh, jo, për ha për vetë. Mon atë kushtë. Shqipta, ne nuk folim për një produkt bletës, që quhet, para se me folë për këtë produkt bletës, ne kam edhe një dilemë edhe në përgjësi këtë bletarë e ka një dilemë. Ashtë instituti i gjuhës në Tiranë edhe ashtë instituti i gjuhës në Prishtinë nuk miren me problematikën e terminologjisë bletarisht. Për shembull, ky produkt, këtë bota i thojnë perga. Si? Perga. Perga është këtë inglën si term slav. Ne kemë provuar në odën e bletërisëve, kemi një farë takimit shtuneve, trojet shqiptare, edhe kemë provuar këtë mos me qujtë perga, po pjapër. Fjalm i përpunuar nga bleta. Kjo i ka kokrat, bleta këto është një turpi e bletës, nuk po kam rast një tregu me po, pluri i luleve të bletës, i polenit luleve, është i fermentum, i përgatitur me enzima, me gjitha të elementet shtesh nga bleta, që e përdor për ushqimin e bebeve gjatë muajve dimnit kur nuk ka kullos. Kjo tash është një ushqim shumë i mirë për një njeriu. Ky ushqim pjapri, dikon 5 deri në 6 gram, 6 deri në 7 gram, 6 deri në 7 kokrat i pjaprit bojnë 1 gram. Preferohet tek çdo kategori njerëzish. Ka një efekt madh dhe primi parametrat shëndetit në imunitet. Sidomos pjapri është i mirë për nonat që kanë fëmijë me zhvillim të vanshëm. Por është vepron edhe në tru, edhe në gjak, edhe në zemër, edhe në krit. Afati i përdorimit i produktin në frigorifer është 14 vjetë. 14 vjetë, dhe mund pa atë një kushtin për me përdorë. Tek njerëzit e rritun preferohet me harxhu mrena ditës 2 gram. Aja në mëngjes këtu në ngju, deri sa të shkrihet. Edhe në mbrëmje para se me ra edhe aty 1 gram. Ai rregullon parametrat mirë. Është diçka një kishta më thonë elixir. Edhe ky nuk guxon më përdor tek nëse e mbledhin bletëritës shallatana që nuk i respektojnë rregullat e trajtimit smundjeve të bletës. Sepse edhe këtu mund të jetë ai helmi. Edhe kjo mund me kon problem. Domthonjë se unë derisa dha këtë informat, tash disa dhe frigohen. Apiterapia është që duket një diçka sipërfaqësore, por trajtimin, kontakti, problemet shëndetësore me pas shumë kujdes. Ka as shumë receta apiterapia, qindra lloje recetash trajtimit. Çak edhe me apifitoterapi, domthon kombinimi i produkteve të bletës edhe barnave, domthon të bazës bimore. Mua le ta quajmë një hapje dritare këtë bisedën e sotshme që nuk mbylli shumë, se unë kam pyetje pafund. Dua të kuptoj që ku bëhet dallimi, sepse ju jeni bashkë edhe flisni ju profesionistët, po
çfarë çmimesh, a keni vendosur çmime ju të njëjta, cili duhet jetë çmimi i mjaltit, si duhet ta kuptosh rëndësinë e bletës në jetën e tokës, sepse ne dim vetëm atë, kur të mos ketë më bletë, do ketë më botë. Është e zeri, është turpi botës, është Prishtinë, Mushit, Mjalta, Manuka, Zelondës Re edhe Aksion Shqitet, por dihet që ashtë 000 ne tregu i Zelondës Re nuk është gjendje me mluë tregu botëror me mjallë. Marketingu vetën, edhe kjo një shans për falsifikator, se nuk ka shans me arë Mjalta, Manuka, Mushit, Prishtinë. Është absurdi absurdeve. Nuk më rrinë, nuk mund më rrinë. Krejt botën, Manuka, kjo është një absurdi absurdeve. Edhe nuk bëhen analiza, edhe se për këtë analizave, problem botënor është mjalta sintetike kineze që ka vërshu tregun evropian, natyrisht edhe thënë amerikan. Mjalta, ekziston fabrika për prodhimin e mjaltës, për t'i bëjsh analizat e qëtë që është e bletët. Po ju më thoni, ku t'i bëj analizat? Kjo është pyetja. Ku t'i bëj analizat? Analizat detaje vetëm instituti bletarisht e ja verdiktin, kurse këtu nuk kemi analizat detaje bletës, as Shqipëri, as Kosovë. Instituti veterinar në Tiranë edhe në Kosovë mund të bëj analizat pjesërishme, po jetë detaje të gjitha. Ne kemi kaluar këto vite me luftra tuaja ju, luftra tona. Ne nuk kemi pas kohë të mendojmë për ushqimin, na është dukur gjë e dorës dytë. Tani jemi aq të emancipuar dhe të edukuar sa të kuptojmë rëndësinë e madhe të ushqimit, kështu që kemi filluar flasim për analiza. Kemi filluar flasim për datskadimi, për etiketa. Dhe në këto fillesa tona, këteja ndaj kufirit, kemi nevojë për profesionistët që të na mësojnë. Edhe të mësojnë dhe shtetin, tek ju dhe tek ne, sepse kur njeriu individi ka problematik, ka dhe shteti ti, pa tjetër. Kështu që bashk me këto biseda, ne do nxisim shtetin për të bërë të vetën. Unë ju premtoj që do vi t'ju takoj në klinikën tuaj, kam shumë interes, dua të kuptoj më shumë, le ta quajmë një takim të parë këtë të sotshmin. Po, është e kënaqësisht e privilegj për mu. T'jemi mësafir bashkë për një gazetari, një moderatori, një shkrimtari, si jo. Edhe unë ju më pres, ne ju më presin me padurim Kosovë në Alipitoni, e shini këto kërvoja tona, edhe ju presin. Faleminderit, kënaqësi, shumë kënaqësi. Isha me zotin Bedris Tatovsi, një profesionist i bletarisë, i apiterapisë, i cili na hapi dritaret e reja për ta treguar më shumë për atë që e quajmë thjesht mjalt, edhe thjesht mjalt me sheqer ose pa sheqer. Jo, ajo është një fushë e madhe, një lëmë e madhe, ku ti hyn edhe nuk del dot më, por shumë e rëndësishme. Por më e rëndësishme nga të gjitha është kjo që ne do flasim për sigurinë ushqimore. Shteti ka detyrime për sigurinë ushqimore të shtetasve të vetë. Kështu që ne do pyesim profesionistët për të nxitur shtetin si të na krijojë siguri për ushqimet që ham. Gjithçka nis aty te ushqimi ynë. E dim, helmet që na rrethojnë me lajmet politike, me këto janë bërë kështu, vetëm për ato flasim. Edhe na shajnat medias na helmuat. Por ju që prodhoni, na helmoni gjithashtu. Andaj, ne do ju mbajmë në kontroll, në mënyrën tonë, duke komunikuar me profesionistët. Këtë bëjmë ne. Regjistrohu tek Dritare dhe Rutina Xhunga janë dy kanale ku flitet shqip dhe profesionalisht. Faleminderit.